Një analist nga Maqedonia e Veriut janë shpallur non grata në Shqipëri. Ministria e Brendshme bën të ditur se kanë cënuar sigurinë kombëtare. Shtetet e Bashkuara miratojnë marrëveshjen e kredisë dhe konsiderojnë Shqipërinë aleat të ngushtë. Ministri i Mbrojtjes Nufi, moment historik për vendin. Betejë me flakët vijon në disa zona të vendit. Policia arreston në Mallakastër një 54 vjeçar ndezi zjarrin që u përhap duke shkrumbuar sipërfaqe të konsiderueshme. Parandalohet një ngjarje kriminale në Sarandë. Policia arreston 5 të rinj me armë dhe municion luftarak. 2 prej tyre ishin bërë gati për të kryer atentat. Zbulohet një tjetër varrez masive në komunën e Zubin Potokut. Gjenden në mbetje të disa trupave. Dyshohet se u përkasi të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Ministria e Brendshme ka shpallur non grata 2 persona nga Maqedonia e Veriut në ndyshimet se kanë cënuar sigurinë kombëtare. Bëhet fjalë për imamin Bekir Halimi dhe analistin e politikanin Valon Bela. Ky i fundit ka reaguar ashpër pas vendimit duke akuzuar kryeministrin Rama për lidhje me Vučićin në dëm të interesave të kombit shqiptar. 10 vite jashtë Shqipërisë, ky ka qenë vendimi i ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari në lidhje me 2 shtetas të Maqedonisë së Veriut. Antiterrori kishte vendosur në shënjestër imamin Bekir Halimi dhe analistin Valon Bela në ndyshime se janë të përfshirë në aktivitete të jashtëligjshme që cënojnë integritetin dhe sovranitetin e shtetit shqiptar. Madje për Belën masa shkon dhe më tej, konkretisht urdhër dëbimi nga territori shqiptar. Burime për Vision Plus bëjnë me dije se vendimi është marrë pas propozimit të antiterrorit në lidhje me dyshimet se këta 2 persona kanë vepruar kundër sovranitetit të Republikës së Shqipërisë, sigurisë kombëtare, rendit kushtetues dhe sigurisë publike. Shpallja non grata është bërë në bazë të nenit 104 të ligjit për të huajt, i cili parashikon mundësinë e shpalljes person të padëshiruar të një shtetasi të huaj, kur veprimtaria e tij konsiderohet në kundërshtim me interesa të rëndësishme të shtetit, sigurinë kombëtare apo rendin publik. Ligji parashikon këtë masë dhe për rastet kur një person vepron ose propagandon kundër sovranitetit të Republikës së Shqipërisë, sigurisë dhe rendit kushtetues, si dhe kur ka dyshime për lidhje me organizata terroriste apo veprime kundër shtetit ligjor. Masa është e fortë duke u ndaluar hyrjen në Shqipëri për 10 vite. Vendimi i ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari i është përcjell policisë së shtetit dhe strukturave të policisë kufitare për zbatim. Valon Bela është politikan analist dhe ish aktivist politik, i njohur për komentet e tij mbi zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon. Ai ka mbajtur më herët dhe detyrën e shefit të kabinetit të ministrit të shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim në rrjetet sociale, Valon Bela ka ngritur akuza se ky vendim është urdhër politik i kryeministrit Edi Rama. Asnjë qeveri nuk është mbi kombin dhe asnjë mandat politik nuk është i përjetshëm. Qeverit vijnë e shkojnë, ndërsa historia mbetet. Ata që sot marrin vendime përjashtuese duhet jenë të vetëdijshëm se do të gjykohen jo vetëm nga bashkohësit, por edhe nga brezat që do të vlerësojnë nëse kanë mbrojtur interesin kombëtar apo interesat e ditës. E sidomos kur një qeveri thyen rënd Kosovën, pret me tapet kuq Vučićin dhe rrep brutalisht popullin që mendon ndryshe. Ndërsa Bekir Halimi është imam nga Maqedonia e Veriut, në vitin 2016 ai u përjashtua nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut pas përplasjeve me drejtuesit e institucionit. Ky vendim vjen pak javë pas një tjetër masë të fortë të ministrit të Brendshëm, i cili me datën 25 qershor shpalli non grata dhe Iqbale Hudutin, shqiptaren nga Kosova, duke i ndaluar hyrjen e saj në territorin shqiptar për 15 vite. Huduti është përmendur për lidhjet dhe qendrimet e saj pro regjimit iranian dhe kishte marrë pjesë dhe në protestën e zhvilluar përpara kryeministrisë në Tiranë. Marrëveshja e Huas $302 milion që shkaktoi debate të forta politike është ratifikuar nga Shtetet e Bashkuara. Në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se Shqipëria është një aleate e rëndësishme e Washingtonit, ndërkohë ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi e ka quajtur një hap historik në modernizimin e forcave të armatosura. Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë dritën jeshile Shqipërisë për një kredi të re ushtarake me vlerë $302 milion në kuadër të programit të financimit të huaj ushtarak.
një fond që synon modernizimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendeve aleate. Lajmi u bë i ditur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili njofton se është ratifikuar dhe nënshkruar marrëveshja për kredin që do të mbështesë Shqipërinë në përmbushjen e angazhimit të NATO-s për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Kredia e FMF-s do të ndihmojë në modernizimin e forcave të armatosura të Shqipërisë, duke mbështetur prokurimin e kapaciteteve kryesore me origjinë nga SBA-ja dhe duke forcuar aftësitë e Evropës për të udhëhequr mbrojtjen e vet. Sipas autoriteteve amerikane, kjo paketë financiare është pjesë e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve dhe synon rritjen e ndërveprueshmërisë së forcave të armatosura shqiptare me aleatët e NATO-s. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson gjithashtu rolin e Shqipërisë si aleate e besueshme e Shteteve të Bashkuara. Si një aleate e NATO-s, Shqipëria është e lidhur ngushtë me Shtetet e Bashkuara në çështjet kritike të politikës së jashtme, duke përfshirë edhe rolin e antares themeluese të Bordit të Paqes të presidentit Trump. Në lidhje me marrëveshjen reagoi edhe ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, i cili e quajti një hap historik. Votbesimi strategjik e SBA-s ndaj Shqipërisë dhe një hap historik në modernizimin e mbrojtjes shqiptare. Mirënjohje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për partneritetin e palëkundur strategjik dhe mbështetjen e vazhdueshme në ndërtimin e një mbrojtje më të fortë për Shqipërinë, rajonin e më gjerë. Kjo mbështetje do të përshpejtojë modernizimin e kapaciteteve tona ushtarake, do të rrisë gatishmërinë operacionale dhe do të forcojë kontributin e Shqipërisë për sigurinë kolektive të aleancës. Ndërkohë, miratimi i marrëveshjes është përshëndetur edhe nga Ambasada Amerikane në Tiranë, e cila bëri me dije se huaja do të mbështesë përparimin e Shqipërisë drejt përmbushjes së angazhimit për mbrojtjen. Kredia prej $302 milion pritet të përdoret për blerjen e pajisjeve dhe sistemeve ushtarake me origjinë amerikane në kuadër të modernizimit të mëtejshëm të kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Një 54 vjeçar përfundoi në pranga pasi shkaktoi zjarri në Mallakastër, i cili u përhap në një sipërfaqe të konsiderueshme, ndërkohë situata në Finiq dhe Delvin këtë të martë paraqitet më e stabilizuar, por vatrat po mbahen nën monitorim. Forcat zjarrfikse janë ende në luftë me flakët në Mallakastër, ndërkohë që policia ka arrestuar një 54 vjeçar si autor të ndezjes së zjarrit. Ardian Gjafo u kap në flagrancë pranë vatrës teksa mësohet se kishte ndezur zjarr në tokën e tij. Zjarri ka marrë për masa të mëdha dhe ka dalë jashtë kontrollit për shkak të errave të forta që favorizojnë përhapjen e flakëve në terrenin e thyer kodrinor të kësaj zone. Flakët kanë përfshirë grykat e thella të kodrave të egra të Mallakastrës, duke u përhapur edhe në drejtim të territorit të bashkisë të Roskovec dhe Patos, konkretisht në zonën e kodrave që ndajnë Mallakastrën me Patosin pranë fshatit Drenie. Autoritetet lokale kanë kërkuar edhe ndihmën e shuarjes së zjarrit nga ajrit, ku helikopteri është duke operuar në zonë. Nga ana tjetër, situata në Finiq dhe disa zona të Delvinës paraqitet më e stabilizuar. Zjarri u shfaq fillimisht në pjesën kodrinore të Matomares, por favorizuar edhe nga kushtet e motit, flakët nisën të përparonin me shpejtësi në drejtim të zonave të banuara. Situata u bë veçanërisht shqetësuese pasi zjarri u ofrua banesave, duke rrezikuar pronat dhe duke detyruar banorët të përballeshin me një situatë të pazakontë. Për shuarjen e zjarrit në kostar të Finiqit u angazhuan 3 helikopterë. Ndërhyrja nga ajri u kombinua me punën e ekipeve zjarrfikse në terren dhe forcave të policisë, të cilat u përqendruan në mbrojtjen e banesave dhe garantimin e sigurisë së banorëve. Pas disa orësh ndërhyrje intensive gjatë orëve të mbrëmjes, situata nisi të vihej nën kontroll. Puna e forcave në terren dhe ndërhyrja nga ajri bën të mundur frenimin e përparimit të flakëve. Megjithatë, pas shuarjes së vatrave kryesore, ekipet e emergjencave vijojnë monitorimin e zonës për të parandaluar riaktivizimin e zjarrit. Ndërkohë në Elbasan dhe Korçë, të gjitha vatrat e zjarrit të një dite më parë janë vënë nën kontroll. 5 të rinj përfunduan në pranga në ndyshimet se ishin bërë gati të kryenin një krim. 2 prej tyre u kapën teksa po nxirrnin armët dhe silenciatorët në 6 të Sarandës, ndërsa të tjerët akuzohen për moskallëzim. Ende nuk dihet se kush ishte shënjestra e një atentati të mundshëm. Një ngjarje mundshme kriminale është parandaluar nga policia në Sarandë, ndërsa 5 persona kanë rënë në pranga. Nga veprimet e deritanishme hetimore, dyshohet se ata kishin si qëllim kryerjen e një vrasje. Sidorel Moriseni, 32 vjeç banues në Tiranë, dhe Alfred Kaja, 26 vjeç banues në Kavaj, u kapën në flagrancë në momentin kur po nxirrnin nga automjeti 2 pistoleta, municion luftarak dhe 1 silenciator.
Policia ka dyshime se ata kanë shkuar për të ekzekutuar një person në fshatin 6 të Sarandës. Sipas burimeve, ata ndodheshin të ndarë në 2 makina dhe në një moment sapo kanë ndaluar, Moriseni dhe Kaja po shihnin armët kur është ndërhyrë nga policia për t'i arrestuar. Ata u kapën në një rrugicë të pandrequar mirë pranë banesës së Recep Ismailit, i cili u vra në lokalin e tij në qafë 6 në maj të këtij viti. Grupi hetimor është duke verifikuar nëse ndalesa e tyre në këtë zonë është e rastësishme ose jo, pavarësisht se të arrestuarit nuk kanë dhënë deklarime. Po gjatë këtij operacioni u arrestuan edhe 3 persona të tjerë për veprën penale mos kallëzimi krimit. Të arrestuarit janë Vitrin Hoxha, 20 vjeç, banues në Kavaj, Vonis Poka, 31 vjeç, banues në Tiranë dhe Franco Bobia, 21 vjeç, banues në Kavaj. Të 5 personat janë me precedent penal në fushën e narkotikëve. Policia sekuestroi 2 pistoleta, municion luftarak, 1 silenciator dhe 2 automjete. Autoritetet shqiptare kanë nisur procedurat e ekstradimit të Ermal Beqirajt. Dosja pritet t'i përcillet autoriteteve franceze bashkë me akuzat që rëndojnë ndaj tij. Beqirajt ju sekuestruan në Francë prona të shumta, mes të cilave një kështjell, ndërsa në Shqipëri akuzohet për tenderat e akshit. Ministria e Drejtësisë pritet i përcjellë autoriteteve franceze dokumentacionin për ekstradimin e Ermal Beqirit. Burime konfirmojnë se SPAK i ka kërkuar Ministrisë së Drejtësisë t'u dërgojë autoriteteve franceze kërkesën zyrtare për ekstradimin e biznesmenit. Bashkangjitur kërkesës do t'i përcillet dhe vendimi i gjykatës së posaçme, e cila ka caktuar ndaj Beqirit masën e sigurisë arrest në burg. Deri tani dokumentacionet janë në fazën e përkthimit dhe më pas do të dërgohen pranë autoriteteve franceze. Por paralelisht me procedurën e ekstradimit, autoritetet franceze kanë nisur verifikimet dhe hetimet për pasurinë e Ermal Beqirit në Francë, me qëllim bllokimin dhe sekuestrimin e tyre. Bëhet fjalë për llogari bankare me një vlerë totale prej më shumë se 2 milion eurosh, 2 apartamente, një kështjell me vlerë 2.6 milion euro, si dhe mjete motorike. Ermal Beqiri u arrestua pak ditë më parë në Francë, pasi u ndalua teksa udhëtonte me një avion privat pra një centrali bërthamor. SPAK e ka shpallur në kërkim ndërkombëtar biznesmenin në lidhje me hetimet për abuzimet me tenderat e akshit, ndërsa ndaj tij janë ngritur akuza për konkurrencë e palishme përmes dhunës, heqjen e palishme të lirisë, shkeljen e barazisë në tendera të kryer në bashkëpunim, grupi strukturuar kriminale të tjerë. Dhjetra banor të Cerrikut kundërshtuan shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin me atë të Elbasanit. Ata i kanë bërë thirrje deputetëve të qarkut të Majtë dhe të Djathtë që të mos mbështesin ndarjen e vendit në vetëm 46 bashki. Në bashkinë Cerrik, Qytetarët e Cerrikut kanë dalë në protestë kundër riorganizimit të mundshëm territorial duke kundërshtuar bashkimin e bashkisë së tyre me atë të Elbasanit. Ata kërkuan që Cerriku të vijojë të jetë një si më vete administrative dhe ngritën shqetësimin për arsyet dhe përfitimet që do të sillte një shkrirje e tillë. Shkrirja e bashkisë së Cerrikut do të fatkeqësi për vetë popullin e Cerrikut. Se kur sot vijnë nga fshatrat Selit, Shalc dhe krymit e tyre këtu në bashkinë e Cerrikut e pinë kafe në lokalet e bashkisë e qytetit Cerrikut. Po dhe jetë fatkeqësi për ju ratë parë, për ju punojësit e bashkisë që do ikit gjithë nga bashkia. Do shkriji, do e pa punë, ose më trondon, do e të reviroje. Nuk dini sot, po da pësoni nesër. Që bashkia e Cerrikut duhet dhe të mbetet bashkia e qytetarëve të Cerrikut. Nuk ka forcë, nuk ka kryeministër, nuk ka njeri që po da shkriji bashkinë e Cerrikut. Në qoftë ti, për një shërbim më minimal të mundshëm, duhet të shkosh deri në Elbasan, edhe nga Selita për të marrë dokument në shkruajtjen e Elbasan, po shko në Kuçov. Tashti, ka një arsye pse këto qytete kanë jetuar, janë zhvilluar dhe kanë bizotëruar, kanë historinë e tyre. Gjatë protestës, qytetarët rikujtuan edhe deklaratat e kryeministrit, i cili në të kaluarën e ka përmendur Cerrikun si një shembull të mirë të qeverisjes vendore. Jo më larg kryeministri tha që bashkia e Cerrikut është nga bashkitë e suksesve në Shqipëri dhe ish kryetari i bashkisë u pa ministër. Atëherë zoti kryeministër, si do ta shkrini bashkinë e Cerrikut kur ju e keni fut ke bashkitë e suksesve? Në protestë ishin të pranishëm edhe deputetë të Partisë Demokratike, të cilët mbështeten kërkesat e qytetarëve. Nga ana tjetër, protestuesit kërkuan reagim edhe nga deputetët e Partisë Socialiste, duke i bërë thirrje përfaqësuesve politik të qarkut Elbasan që të mbajnë qendrim për këtë çështje. Rritje page me 85% për gjyqtarët e kushtetueses parashikon projekt ligji i ri socialistëve. Shtesë të konsiderueshme do të ketë edhe për SPAK, ndërsa rritja është e vogël për magjistratët e niveleve të tjera.
Partia Socialiste depozitoi në kuvend projekt ligjin për pagat e gjyqtarëve prokurorëve, duke zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese që në shkurtin e këtij viti urdhëroi parlamentin të rrisë pagat e magjistratëve. Drafti mban firmën e deputetëve Aulona Bylykbashi, Admir Kadeli dhe parashikon rritjen e koeficientit pagës referuese bazë nga 0,36 që ishte në 0,38 të pagës presidentit të Republikës. Sipas këtij parashikimi, gjyqtarëve dhe prokurorëve në shkallën e parë dhe në apel do të rritet paga 0,02%. Nga ana tjetër, projekt ligji parashikon një shtesë pagae për vështirësi pune në masën 80% për prokurorët e SPAK-ut dhe gjyqtarët e posaçëm, për anëtarët e gjykatës së lartë dhe prokurorin e përgjithshëm. Anëtarët e gjykatës së lartë dhe prokurori i përgjithshëm gjithashtu përfitojnë një shtesë pagae prej 5% për shkak të funksionit që mbajnë. Socialistët kanë parashikuar që rritje pagët fitojnë edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese në masën 85%. Drafti pritet miratohet në vjesht kur të nisë sesioni i ri parlamentar, por ky projekt ligj duket se nuk gëzon mbështetjen e gjyqtarëve e prokurorëve pasi sipas tyre nuk plotson detyrimet që rrihetin nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Një ditë më parë, Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve, Shoqata e Prokurorëve deklaruan se kushtetuesja urdhëroi parlamentin që të miratonte ndryshimet në ligj për pagat e magjistratëve deri në datën 31 korrik. E në situatën kur ky afat përfundoi e parlamenti nuk miratoi asnjë ndërhyrje ligjore, zbatohet drejt për drejt vendimi i kushtetueses dhe prej një kushtit për llogaritja e pagave të magjistratëve do duhet të kryhet mbi bazën e formulës që referohet pagës së funksionarit të administratës së lartë publike. Çështja e pagës së gjyqtarëve dhe prokurorëve u shëtërua përgjatë vitit kaluar në një përplasje të fortë mes kryeministrit Edi Rama dhe magjistratëve, pasi Edi Rama i akuzoi se po përdornin gjykatën për të rritur pagat e veta. Konflikti u zgjidh në gjykatën kushtetuese, e cila u dha të drejtë gjyqtarëve e prokurorëve, duke urdhëruar parlamentin që deri në fund të muajit korrik të rishikojë ligjin e të rrisë pagat e tyre. Rastet e aksidenteve ku janë përfshirë turistët kanë qenë të shumta. Drejtuesit e Federatës së Alpinizmit thonë se mungojnë njerëzit e trajnuar për të ndërhyrë në zona malore, por edhe sinjalistika. Një pjesë e turistëve të huaj që vizitojnë Shqipërinë janë të apasionuar pas eksplorimit të zonave të thella e të vështira malore. Kjo ka sjellë edhe shtimin e rasteve të aksidenteve në zonat malore dhe në kanjone, pasi turistët përballen me terrene të panjohura dhe situata të vështira. Të gjitha rastet, do ta themi që janë dhe raste fatale janë me të huaj. Sepse është kjo pjesa e atyre që shkojnë pa guida, para dhe pa informacionin e plot. Turistët e huaj përdorin në përshtigjet e rrezikshme, shtigje që janë shtigje verore, ata i përdorin në dibër sepse përdorin aplikacion, nuk marrin guida dhe aplikacioni i nxjerr në shtegun i cilin si të kalueshme dhe atje pastaj përballet me vështirësi dhe ndodhin aksidente. Për t'ju përgjigjur këtyre situatave, Federata e Alpinizmit ka krijuar një grup vullnetar të kërkim shpëtimit malor. Në bashkëpunim me strukturat shtetërore dhe shërbimet e emergjencës, ky grup ka ndërhyrë në 10 raste për lokalizimin dhe shpëtimin e turistëve të bllokuar ose të dëmtuar në terrene të vështira. Ajo gjë që në fakt unë duhet ta theksoj është një diçka tjetër që në çdo vend të Europës, për këta, po ta themi, turist aventurier, të cilët marrin këto rrollë rrisjesh, ka një faturë, të cilat i vjet pas, domethënë, jepet shërbimi, po i vjet edhe një faturë pas. Ajo që nuk bëhet në Shqipëri kjo është. Domethënë, nëse po ta themi, shkon helikopteri i forcave të armatosura, apo edhe i urgjencës kombëtare të shkon në vend ngjarje dhe i jep ndihmën, në fund fare edhe dikush duhet ta paguajë këtë gjë. Sipas specialistëve, një pjesë e madhe turistëve të huaj zgjedhin të eksplorojnë shtigjet malore pa guida profesionale, duke rritur rrezikun për incidente. Për këtë arsye, Federata e Alpinizmit vlerëson se është i domosdoshëm shtimi i sinjalistikës në terren, si dhe përmirësimi i informacionit në faqet zyrtare dhe në pikat e informacionit turistik, në mënyrë që vizitorët orientohen më mirë dhe të shmangin situatat e rrezikshme. Zubin Potok është zbuluar një tjetër varrezë masive ku janë gjetur mbetjet e disa trupave, dyshohet se ato u përkasin të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Ministri i Brendshëm Zveçra ka kërkuar që Serbia të mbajë përgjegjësi për krimet e luftës. Një tjetër varrezë masive është zbuluar në fshatin Jabuk të Zubin Potokut. Gjatë gërmimeve të deritanishme janë nxjerrë të paktën 4 trupa. Deri tash janë zbuluar të paktën 4 trupa, të cilët pas ekzekutimit janë hudhur në një grop qereqi. Ne nuk do të ndalemi
derisa nuk zbulojmë edhe të pagjeturin e fundit, por pashtu nuk do të ndalemi derisa secili kriminal të paguaj për krimet që kanë shkaktuar. Sipas ministrit të Brendshëm, varreza e sapo zbuluar ndodhet në të njëjtën lugin ku më herët u gjet një tjetër varrezë masive, çka sipas autoriteteve forcon dyshimet se bëhet fjalë për të njëjtin grup viktimash. Shkenca, ekspertët tonë të përcaktojnë sakt se kufomat e cilit individ i takojnë dhe pastaj patjetër të i dorëzojnë familjeve, por edhe si shoqëni dhe si shtet të përcjellim në mënyrën më dinjitoze të mundshme. Zveçli akuzoi Serbinë për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë dhe për përpjekje të vazhdueshme për fshehjen e tyre, duke theksuar se autoritetet nuk do të ndalen derisa të zbardhet fati të gjithë personave të zhdukur. Vetëm pak ditë më parë, në të njëjtën zonë u gjetën mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Ekspertët e mjekësisë ligjore po vjojnë procesin e identifikimit përmes analizave të ADN-s, ndërsa autoritetet besojnë se gjetjet e fundit mund të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të 10 personave që rezultojnë ende të zhdukur, që prej luftës të viteve 1998-1999. Albin Kurti dhe Lumir Abdigjiku do takohen sot pasdite në përpjekje për të arritur një marrëveshje para seancës konstituive të 6 gushtit. Nëse finalizohet, vetëvendosja dhe LDK do të jepni fund krizës së të zgjatur politike që ka mbajtur peng funksionimin e institucioneve në Kosovë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti dhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku do të takohen sot në përpjekje për të arritur një marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit pas zgjedhjeve të qershorit. Takimi pritet të mbahet në orën 18 në ambientet e Kuvendit të Kosovës. Kurti u drejtua me ftesë edhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës, por krerët e dy partive e refuzuan takimin. Ftesa e Kurtit, partia të cilit fitoi zgjedhjet, vjen në prag të seancës konstituive, e cila do të mbahet më 6 gusht. Në letrën që kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza i ka dërguar Kurtit, thuhet se në takimin e parë në Korrik është bërë i qartë qëndrimi i partisë se do të qëndrojë në opozit. Aleanca e udhëhequr nga Ardian Gjini po ashtu e refuzoi takimin. Në letrën që i ka dërguar Kurtit, AK-ja ka kujtuar se kjo parti ka vendosur 6 kushte në këmbim të votës për krijimin e institucioneve, duke shtuar se nuk është e interesuar që të bëhet pjesë e qeverisë së re të Kosovës. Në mesin e kushteve të paraqitura nga Aleanca është pranimi menjëhershëm i projektit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të gazit të lëngshëm natyror, nisja e procedurave për ndërtimin e një termocentrali të ri, lehtësime për bizneset e vogla dhe heqja e tatimit në pronë për sektorin e bujqësisë. Situata e zjarreve në fshinjen jugor të Shqipërisë vijon të jetë shqetësuese. Operacioneve në terren janë bashkuar dhe forcat e ardhura nga Franca e Rumania. Bilanci deri tani flet për mbi 130.000 hektar të shkrumbuar. Situata nga zjarret masive pyjore në atikën perëndimore të Greqisë mbetet shqetësuese, edhe pse autoritetet thonë se flakët janë vënë pjesërisht nën kontroll. Sipas shërbimeve greke të emergjencës, 3 vatrat kryesore të zjarrit janë normalizuar pas 4 netësh operacione intensive, megjithatë rreziku nuk ka kaluar. Problemi më i madh mbetet reaktivizimi i vatrave të vogla, të cilat, favorizuara nga era dhe temperaturat e larta, mund të përhapen sërish në çdo moment. Për këtë arsye, autoritetet kanë ndarë zonën e operacioneve në disa sektor, ndërsa që në orët e para të mëngjesit, në shuarjen e flakëve janë angazhuar edhe mjetet ajrore. Sipas parashikimeve, periudha më kritike pritet të jetë pas mesditës, kur temperaturat e larta dhe ulja e lagështisë krijojnë kushte për përhapjen e zjarrit. Në terren po operojnë 450 zjarrfikës, të mbështetur nga 126 automjete, 22 ekipe këmbësore, 10 vullnetare, mjete për furnizim e ujë. Operacionit janë bashkuar edhe 46 zjarrfikës nga Franca dhe Rumania në kuadër të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile. Në mbështetje të tyre janë angazhuar edhe forcat e armatosura greke, të cilat po ndihmojnë në hapjen e brezave mbrojtës dhe furnizimin me ujë të forcave që luftojnë me flakët. Bilanci paraprak është i rëndë. Sipas autoriteteve, flakët kanë përfshirë rreth 132.900 hektar në rajonet e Atikës dhe Beotis, duke shkaktuar dëme të mëdha në banesa, prona, toka bujqësore dhe sipërfaqe të gjera pyjore. Edhe Holanda po përballet me pasojat e valës së të nxehtit.
e cila ka nxitur shpërthimin e një zjarri të madh pyjor, një situatë pazakontë për këtë vend. Për arsye sigurie, autoritetet evakuan banorët në disa zona të provincës së Limburgut, ndërsa qarkullimi i trenave u ndërpre. Bilanci paraprak tregon se flakët kanë përfshirë rreth 100 hektar sipërfaqe. Në anën tjetër të Atlantikut, zjarret vijojnë të shkaktojnë shkatërrime të mëdha. Në zonën Spokane në shtetin e Washingtonit, flakët kanë hyrë në ditën e tretë pa u vënë nën kontroll, duke lënë pas të paktën 700 ndërtesa të shkatërruara. Mbi 60 fëmijë banor janë detyruar të braktisin banesat e tyre, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë betejën me vatrat aktive. Portieri i fenomeni botrorit të fundit Vozinja ka firmosur kontratën e jetës, ndonse në moshën 40 vjeç, ai u ble nga skuadra e njohur e Kilit Colo Colo. Gardiani që çuditi botën me kombëtaren e tij modeste Kepi Gjelbert, u prit si asnjëherë në Santiago të Kilit dhe është gati të debutojë në fushë. Edhe në ëndrrën më të bukur ai nuk do të kishte menduar kurrë që jeta e tij do të ndryshonte kaq shumë në atë që mendoi të ishte fundi i karrierës. Vozinja, portieri fenomen i Kupës së Botës, po përjeton një moment të pabesueshëm. Pasi i çuditit gjithë me performancat fantastike, personale dhe ekipore në botrorin amerikan me kombëtaren e tij, Kepi Gjelbert, në debutim në një turne të tillë, gardiani 40 vjeçar mori ofertën e jetës dhe shkoi të firmoste në Kili për skuadrën e madhe të këtij vendi Colo Colo. Vozinja u prit si hero në aeroport nga mbështetësit e shumë të këtij klubi historik, për të vijuar pastaj me kryerjen e vizitave mjekësore dhe hedhjen e firmës mbi kontratë. Portieri do të jetë fillimisht për 6 muaj te Colo Colo me opsion ripërdoritjen e kontratës edhe për një sezon tjetër. Përveç se një mundësi e madhe profesionale, firma për Colo Colo është pa diskutim kontrata e jetës edhe në aspektin financiar. Mjafton të kujtojmë faktin që publikisht pas ndeshjes së parë të Kupës së Botës kundër Spanjës, ai kishte deklaruar se nëna e tij nuk kishte pasur mundësi të udhëtonte drejt Amerikës për ta ndjekur nga afër, për shkak se në procedurat e nxjerrjes së vizës parashikohej edhe një garanci bankare. Vozinja me paraqitjet e tij sidomos kundër Spanjës, Uruguay dhe Argjentinës u bë aq i famshëm saqë mamasë së tij u mundsua udhëtimi drejt Amerikës. E jo vetëm kaq, por gardiani i Kepit Gjelbert ishte një nga emrat më viral të këtij botrori. Josimar José Evora Diaz, siç njihet ndryshe portieri, erdhi në botror me vetëm 50.000 ndjekës në rrjetet sociale dhe sot numëron mbi 29 milion të tillë. Pa diskutim, një arsye shtesë përse klubi Colo Colo nxitoi të afronte, pa lënë mënjan edhe aftësitë e tij sportive. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.